Kalojmë tek lajme të tjera. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zgjidhet zëvendës president i CDI-s, unionit më të madh partive të djatha në botë. Në fjalën e mbajtur, pas zgjedhjes në këtë detyrë, Berisha shprehu mirënjohje për besimin e dhënë dhe cilësoi këtë detyrë si një përgjegjësi të madhe në betejën globale për mbrojtjen e demokracisë. Berisha nënvizoi se angazhimi i tij në CDI ka për qëllim mbështetjen e përpjekjeve për rikthimin e sundimit të ligjit, garantimin e të drejtave të njerëzit dhe forcimin e institucioneve të lira në Shqipëri. Ai paremëroi se sot rreziku kryesor për demokracitë perëndimore vjen nga e majta ekstreme, të cilën e konsideroi një ideologji të transformuar dhe të përhapur gjërësisht në segmente të shoqërisë civile dhe të mediave. Në mesazhin e tij, Berisha u shpreh se kjo ideologji po synon të godas vetë identitetin njerëzor dhe vlerat themelore mbi të cilat është ndërtuar shoqëria perëndimore. Çdo gjë që nevojitet që kombi im të jetë i lirë, të vendosim përsëri sundimin e ligjit, të drejtat e njerëzit e demokracinë, tha ai. Do doja të përfundoja, zoti president, që në përvojën time unë mendoj se kur shikoj që nga vitet 90 problemi më i madh ishte qëndrimi ndaj së majtës ekstreme. E majta ekstreme përfaqëson sot kërcënimin më të madh për gjithë njerëzimin. E majta ekstreme nuk është si më parë përqendruar në grupet ose partitë marksiste-leniniste, tani është përhapur për fat keq shumë gjërësisht në shoqërinë civile të sponsorizuara nga George Soros, tha Berisha.